na ja kena bo dzezën vetës, po që nja 2 vjet jena tu ju ofendu me atë shprehjen edhe me atë marketingun që gërnoqa, edhe ata që to 5 ditë që kanë pas neve më nalon pare, nuk na kanë dhonë edhe kanë shku në Shëngjina. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi për emisioni 05, a mujna me obo do pyetja? Po. A pju duket kjo sezon verë si sezonat tjera? Jo, sepse gjithmonë na kanë ardhur grybeqart, gjithmonë I kena mirëprit, po që nja 2 vjet jena tu ju ofendu me atë shprehjen edhe me atë marketingun që gërnoqa, edhe ata që to 5 ditë që kanë pas neve më nalon pare, nuk na kanë dhonë edhe kanë shku në Shëngjina, edhe detna që këtu nuk I shijojnë, po I shijojnë jashtë. Edhe është pak një farë minusit e na, edhe na ma shumë punojnë me tontë se sa me diasporën që sot vetëm edhe 1 muaj e 10 ditë I kena sezon, edhe nuk po mujna mja përtaku atë që kena kalu sezonat tjera. A për me përmenon që prej ofendimeve nuk po vinë grybeqarë? Po edhe është fakt që kjo përna kthejet në atë karmën edhe krejt diasporën e përshëndes, po na ja kena bo dzezën vetës, po apet se apet na ja dalëm si na shqiptare. Faleminderit shumë, natën e mirë, tung.